Përshëndetje, miq të Tru Podcastit, pacient të pavionit më të famshëm në Shqipëri. Kemi pranuar fatin me shumë fisnikëri që jemi brenda një spitali të madh psikiatrik dhe neve jemi pavioni që akoma nuk e ka marrë shiringën, i shmangemi njerëzve me të bardha, se na duket sikur do na kapi, do na lidhin dhe do na fusin atë që kanë marrë për na 80 vjet shqiptare që në mënyrë konsistente. Më kishe munguar këto kohë pas politikës, më kishe munguar në radhë parë ca debate me ca miq të hershëm që kemi ndarë tavolina, po më kanë munguar pak edhe si thuaç debati brenda politikës shqiptare. Do thoni juve tani kur ta shikoni personazhin do thoni o gash, po prapë u bët si te Scrollingu, por ja që fati deshi që të bëhena prapë bashk. Ka me vete Flogerdin, gjithë ata që mendojnë se janë të djathtë do ta shajnë dhe do ta neverisin tash, shikoj se Gashi ka marrë pas humbjes PD-s, ka marrë atë PS-s e gjitha me radhë. Juve dini se çfarë mendoj unë për mendimet e njerëzve, sa ndikohem unë nga mendimet e njerëzve. Po Flog, shumë faleminderit që më erdhe vëlla. Më kishe marrë malli. Edhe mua. Që është e vërteta. Edhe mua dhe faleminderit që më sollet e ky pavioni lart se te pavioni poshtë ishte çmenduri fjalë. Masakër, vetëm thika, vetëm bryla, vetëm. Do të paktën më ndryshe domethënë. Tu jemi rehat. Eksakt. Tu mund maksimumi mund të infektohemi pak nga pisliqet që na dëgjojnë veshët edhe na shikojnë syt. Duan ato se bakteret i rrisin njerëzit, kështu Po, që i rrisin antitrupa, po rrisin antitrupa. Po si ke qenë vëlla? Po përgjithsisht mirë, i kam fut një pushim sinqert që pas zgjedhjeve. Po. Dhe kur po vija nga jashtë në fakt, më shkruaj të ti dhe e kam prish agjerimin me shumë kënaqësi. Të falenderoj shumë vëlla. Me shumë kënaqësi sepse të kam ndjek vazhdimisht dhe produktet bio nuk e humbin asnjëherë vlerën, edhe këtë nuk e them për një elozhe, për një fjalë të mirë me që jam këtë tavolinë, por bën një diferencë që e ka provuar tregu tani më. Kështu që turoj shumë sukses realisht. Falenderoj vëlla. Shikoj. Ne duam të flasim pak për postpolitikën. Domethënë nuk duhet të merrem fare para 11 majit. Zero. Është garbage, është e fshirë, është ple, a kupton? Është pislik, propagandë. Pas 11 majit vëlla. Cili është mendimi i parë që të ka ardhur ty? Do thëmë edhe u mendimin ton, tim, por miku si fillim. Do thënë, cili është mendimi i parë që të ka ardhur shigjet, sa ke parë rezultatin? Jam trembur pak. Domethënë, kushdo që është partia që fiton një mandat si ky që ka fituar Partia Socialiste, pra me mbi 80, e kam thënë edhe herë tjetër, është e frikshme, dhe nuk kam frikë nga Edi Rama, pra nga autoritarizmi, nga regjimi, nga bla bla bla. Jo, nuk e kam hallin aty. E kam hallin tek qasja e publikut ndaj politikës dhe qasja e politikës ndaj publikut. Që do thotë, kemi një publik i cili e ka të vështirë të ndryshojë, një popull që shkon o majtas o djathtas, dhe nga ana tjetër kemi një politik e cila po ashtu është pasqyra më e mirë e këtij qytetari që e ka të vështirë të ndryshojë. Për shembull, e kam për opozitën këtë rast, se nuk ke që thua atij që fiton. Pra, kemi një milet që thot, okay, mes dy të këqijave po zgjedhim këtë sepse ky është kështu, dhe nga ana tjetër kemi një mungesë, mund duket si përsëritje kjo që them unë, sepse e kanë thënë shumë, një mungesë absolute reflektimi nga ana e opozitës. Por lajmi i mirë dhe nuhatja e mirë, lajmi i mirë i këtyre pas zgjedhjeve ka qenë reagimi i disa figurave për të mbrojtur dinjitetin e tyre, votën e tyre kështu me radhë, nga radhët e opozitës. Për shembull, Aulon Kalaja, Aslan Doxhani, pra nuk e kam pritur, që të jemi sinqert. Pra e kam pritur që për shembull të bëj gazin ndonjë nga ato bishnimet e tij, por nuk e kam pritur që ta bëj Aslan Doxhani për shembull. Dhe jam i surprizuar pozitivisht për qasjen e tij. E kam pritur nga personazhe si Aulon Kalaja, që është e vërteta, dhe e përgëzoj, por ky ishte lajmi i mirë, le të themi, por lajmi i keq është që ne jemi një popull që përqafojmë shumë establishmentin, status quo-n. Po nga buron që
ka një rrit logjike, edhe unë që e kam mbështetur po don për një arsye sepse lufta ime është kundër Ramës, në subkonsciencën dhe në vetdijen time e kam ditur që varga që ne po shkojmë vlla, ka shumë vrima. Më kupton shpenin? Po. Pra sado që neve po përpiqemi ta lucidojmë, ta bëjmë çik fasadën e bukur, Shqipëria madhështore, etj. Ingredientët që ishin brenda ishin të kalbëzuar. Po nuk ecë, më kam përshtypjen. Domethënë, nëse varka e Partisë Socialiste ka vrima dhe ka dëmtime dhe gjithsesi ajo lundron. Lundron, po. Problemi këtej matan është që është në breg edhe nuk niset dot. E kupton? Pra, nuk është as trap, jo trap. Trap mjet lundrus. Për ato që mund ta keq kuptojnë. Pra nuk po le ta marrin pacientët nuk është as trap që ecën avash me një shkop aty, po ecën një trirë që është një anije që ka mbetur aty, është një relikt që mund të kthehet në një atraksion historik politik, që mund të thuash që partia që rrëzoi partia e parë pluraliste, bla bla bla, mund t'i thuash gjitha dhe është e lavdishme ajo pjesë. Por nga ana tjetër, sot që flasim, ajo është një relikt. Dhe është një relikt e cila i duhet, domethënë, motor nuk ka, që ta tërheqi përpara, dhe drasat anësore, le të themi, janë tërësisht kalbëzuara, dhe dikush problemi. Problemi është që kur në një drasë e re bën këmbë dhe tenton të vendoset një anë që hyn shumë ujë, çuditërisht nuk e mbajnë gozhdët, që janë këta të vjetrit. Po. Dhe kjo për mua është problemi i madh që nuk është i pasgjithshëm për sa kohë aty motori nuk ndrohet. Se ngjan sikur po i bëjmë gjyqin doktorit prap, që pse nuk ikën doktori. Ore po iku doktori prap, Partia Demokratike do ketë probleme. Ka akoma më shumë probleme në spektrin tim. Mund të hapen 7 klane, 7 parti tjera. Eksakt, pra në qoftë se është ne kemi diskutuar bashkë në shumë studio gash, televizione kombëtare, televizione më të vogla, nëpër kafenem, se thash, dhe ne asnjëherë nuk ja kemi dhënë dot përgjigjen pyetjes çfarë ndodh nëse ikën doktorin, në kuptimin a ka zgjidhje, nuk ka zgjidhje sërish. Tani se i kujt është faj, hajde gjeje ti. Po çfarë është nyje gordiane? Domethënë, nëse ikën doktori, se unë ti e di, nuk e kam problem të flas me emra. Nëse ikën doktori, unë mendoj që Gazi bën ekipin e vet. Po. Belindi të vetën. Belindi bën të vetin pa diskutim. Flamuri të vetën. Do jetë garda e vjetër me ashtu. Pra, të paktën 3 janë, po, një pjesë e këtyre deputetëve që janë sot nga 52-3 sa ka Partia Demokratike, do ikin dhe te Rama. Janë të gatshëm të ikin dhe te Rama. Janë deputet koalicioni që nuk e kanë fare problem të kalojnë nga këte janë. Siç kanë bërë bashkëtesë me ty, e bëjmë bashkëtesë edhe me Ramën. Dhe në këtë kuptim, në qoftë se bëhet fjalë për të ikur doktori, unë them që ne mund të mbetemi edhe pa opozitë fare. Sepse mund të mbetemi me disa fraksione që nuk do jenë tërësisht pabesueshme dhe nuk do mbjellin kur shpresë. Dhe unë dhe ti, kur ti kemi përballë, do i themi çfarë pretendoni ju të bashkoni shqiptarët kundër Edi Ramës, kur ju që ishit vëllezër dje me njëri tjetrin, sot ju thoni fjalën e fundit njëri tjetrit si tradhtar. Në këtë kuptim, unë them që doktori duhet që qëndrojë aty. Pra, e vetmja siguresë që e mban të mos shpërthejë Partinë Demokratike dhe të mos asgjësohet është doktori. Mirë po duhet të gjejë një mekanizëm që ai të qëndrojë si siguresë aty, por nga ana tjetër Partia Demokratike të hapet. Dhe këtë ndoshta do ta kishte bërë përpara. Kjo është kërkesa që i kam bërë unë publikisht edhe privatisht. Rrit ti establishmenti i ri. Eksakt. Sepse Adriatik Labaj, Arlind Qorri, Endri Shabani, sado që unë dhe Arlind Qorri nuk kemi raporte të mira personale me njëri tjetrin. Politikisht do ishte më e pranueshme, qofse unë po tisha brën pjesë e shtabit PD-s, ti veja të rinjve, se s'ka qatë më thoi je Vegël e Saliut, je Vrasës, apo je Hajdut. Hajde, bashkohemi, nuk e duam njëri tjetrin, po kemi Ramën kundër me formul. Po ti shkoj Flamur Noka vlla. E ka në partencë jo. Ore jo, hiqe Arlindin. Ja, unë po ta jap një shembull në të kundërt. Po i lëm Dvegjlit, partitë e reja, po merrem me publikun, me qytetarët që janë atje më tanë që votojnë. Tani 220.000 qytetarë votuan partitë e reja. 22 mandate. 220.000.
Në qoftë se do ishte një përllogaritje minimalisht minimalisht, nuk po them 22, po 17-20, nuk ka rëndësi. 2 grupe parlamentare të vdekurej. Po. Tani, çfarë diferencë ka? Shpend Gashi, nuk po dua të bëj ty më të mirë se dikë tjetër, po thjesht po ju vën shenja barazimi, ma mirë kupto. Me Adriatik Lapaj. Jeni orator, jeni karizmatik, keni koncept politik, dini të komunikoni me turmën, dini të bëni debate publike, dini të ndërtoni narrativ, bla 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 bla, ha? Po. Tani Adriatiku merr 70.000 vota. Po. Partia Demokratike i refuzon këtë 70.000 vota sepse nuk merr Gashin, por mban Alban. Po. Çfarë ndryshimi, pse lë jashtë liste Ali Mehmetin dhe fut një Ilir Metës, Tedi Blushi. Po. Pra të gjitha këto janë gabime që i kanë kushtuar rëndshëm. Në qoftë se doktori do merrte djemë dhe vajza të rinj, si ne, që ishin kundër Edi Ramës, por nuk mendonin si doktori në raport me Spakun, Po. në raport me këtë apo atë. Nuk mendonin si Edi Rama që si Sali Berisha që këtu është një narkoshtet dhe ne nuk duhet të shkojmë në Europë. Nuk mendonim në shumë gjëra me doktorin, po mendonim ama që ka nevojë për rotacion. Po. Në atë moment Partia Demokratike mund të mos fitonte, por do kishte një humbje të dinjitetshme. Do ta ngushtonte hendekun. Dhe do krijonte një skuadër që nesër pas nesër unë të thoja që gjë. Gashi, Flogerti, tjetri. Ky ka një skuadër që edhe pse është dhe vet aty si Cristiano Ronaldo, që është 40 ca vjeç dhe qëndron te Portugalia dhe nuk ja hap krahun një të riu, gjithsesi janë këta makineria që do e çojnë përpara Partinë Demokratike dhe do e mundin Edi Ramën, dhe janë këta që kanë integritetin e tyre, sepse nuk i kanë thënë Spakut skap, po e kanë marrë qëndrimin e tyre, ose jo për Spakun, për diçka tjetër, s'ka rëndësi, po kanë identitetin e tyre, nuk janë qorra pas doktorit, dhe këta nesër doja diktojnë atit, siç e kanë bërë përpara, do e bëjnë dhe pas. Fakti që nuk e ka bërë këtë, dhe nuk e di për çfarë arsye nuk e ka bërë, por mbajti luajalët në formacion kryesor solid në listat të sigurta dhe la jashtë potenciale, mund të ketë ardhur edhe ty ftesa për në listë hapur, fjala vjen, ose edhe shumë tjerëve që e kanë refuzuar, sepse ajo, se po kaloj nga një temë tjetër, po ajo dreq liste e hapur si koncept, e di për çfarë është krijuar? Është krijuar që në momentin që është e pamundur që nëpër partitë ndryshme politike të ketë prurje të reja, të gjendet një instrument për t'i futur me ligj. Po. Dhe kjo në një vend si ne është gjë e mirë, sepse këtu, nëse nuk ekzistojnë listat e mbyllura, këtu nuk të lë kur flamuri të çash, fjala vjen, ëh. Kështu që mirë, po kjo do një leadership inteligjent, jo që t'jetë mirënjohës ndaj Gashit që ka bërë betejë publike për të 4 vjet pa para, por duke qenë realist dhe duke thënë, ore prit, se në Fier, rinin e Fierit, mund të më angazhoj Gashi, po të marr shembull ty si Ngel Hadri Miletit. Asnjë ftesë vlla përpos ftesës për të mbajtur fjalim në fjalimin mbyllës të fushatës. Dhe ai ka qenë vetvrasja jote praktikisht, sepse në momentin që ti ke mbajtur atë fjalim, unë kam ndjekur atë fjalim, kam ndjekur dhe reagimin e sallës, aty ty të kanë pushkatuar njerëzit poshtë doktorit, jo doktori vetë. Kështu që në këtë kuptim, nëse ai do e përdor të gjithë fuqinë e tij për të bërë realisht një kop të ri me njerëz me mendim të tyrin që ajo fabula mesazhit bashkomi në diversitet kishte sens, do kishte një hendek shumë më të ngushtë që mund të ndodhte gjithçka. Vlla, u rikrijua se këta as nuk prodhojnë më, këta vetëm vllachko kopjojnë. Kopi u zëvendësua me brain gain. Po. Në dienin time brain gaini pati financime biznesmenë shumë të fortë, s'du me përmend emra, sot janë. Për mua unë si ide vlla biznesmeni është maksimizo fitimet, minimizo kostot, është e gjithë e drejta, është ligj natyral i tyre. Patjetër. Pra unë gjeje bëj vlla. Ka treg, futem se kam parat.
financime nga biznesmen të fuqishëm, s'po quaj oligark, se është e turpshme, di që është një oligark njëri që ka para vlla. Është gjunov. Kemi kriminalizuar çdo gjë. Është gjunov vlla, kupton? Le Zamirin, Çetin, Niksin, Ypsilonin, kanë problemet e tyre, gabimet e tyre me shtetin e gjitha, po s'jemi ne për të gjykuar momentalisht. Sepse u mblodhen disa revistë. Disa revistë vlla që flinin duke menduar dhe duke ndruar për karrikën e deputetit apo të ministrit. Pra, thoshin lam këtë, lam atë, lam kështu, se erdhëm neve nga jashtë për të ardhur në Shqipëri, ndërkohë që pjesëtarë të Brengenit dolen dhe bën reklama makaronash, reklama Diksani. Numri 1, Kosi hajt apo pijet, Rama mbajt apo lihet. Po i ka libar si ishte par zotin. U bën reklama duke dhënë kastraveca djath para pas. Më thënë, plako, që në partenc ju prish, sepse nuk ngjiti. Nuk mund të bësh dot reklama makaronash në fushat. Nuk mund të bësh dot fushat negativista. Nuk je në kushtet për të negativizuar Ramën vlla, sepse ti je i gangrenizuar nga brenda, nuk është se ti je një parti që vlon nga mendimi politik, nga debati, diskuri që ka grupe aty gashi me progetin, që përplazemi për skemën e pensioneve. Unë si djathtë them startupit i thu, dale vlla se janë dhe pensionistët që të jetë debati publik, thuash dale vlla se ta EPD pas ka demokracia vlla, se pas ka forca centrifugale. Aty ishin, e diti mo. Gjithë nuk e prit nga një burr 81 vjeç. Qa do bëja i lartë atje? Dhe kjo nuk është as faji i Berishës. Më thënë, qoftë se janë 540.000 vota vlla, i kam mbledhur ai zotëria atje 540.000 vota. As një tjetër nuk ka punuar. Jam shumë dakord. As një tjetër nuk ka punuar. Dakord. Pra, radhe koncepti kopit vlla, sepse nuk bëhet me çunat e babit. E vërtetë. Ka pas babin ministër, do vi dhe unë këtu, do marr strehim politik në një partie. E vërtetë është. Hape partim vlla, sepse Edi Rama mund të ketë 1.000 zeza dhe i ka. Po Edi Rama ka skemën fituese vlla, bën sondazhe çdo ditë për 4 vjet derisa të vinë. Të jap një shembull të kundërt. Unë ndjek fushatat elektorale brenda dhe jashtë vendit për një interes timin personal profesional. Që do të thotë, unë ndjek fushatën e Andi Mustafait, që ishte ai, ose të Tedit, ose të edhe të socialistëve, për të parë ku po gabojnë, si po gabojnë, por dhe për të parë gjëra interesante, ku e ka vjedh strategjinë e komunikimit, sepse unë punoj me institucione me biznese këtu në Tiranë, por edhe me institucione jashtë vendit, si ekspert komunikimi. Edhe më ka bërë përshtypje e kundërta e kësaj që po thua ti me këto gjëra të fani që kanë dashur të arrijnë djemt, që për mua dështuan, sepse duhen kontekstualizuar ato. Pra, ajo mund të ishte reklam shumë interesante për një bujtin ose për një agroturizëm. Për lufrën, meqense ti bëjmë dhe reklam falas. Ti bëjmë reklam falas. Falas këtë herën tjetër vjen vetaj. Nuk Mahamenja. Po e kam fjalën, duhet kontekstualizuar, nuk mund të marrësh çdo lloj reklame dhe ti fusësh mesazh politik. Këta e kanë bërë gabimat. Unë kam parë fushat të kundërt nga këta, nga kandidatja më e re e listave të Partisë Socialiste. Nuk i kishte bërë 20 vjeç. Ta shofësh, unë i ndjek në rrjetet sociale, i kam gjithë follow këta që po them, sepse më duan profesionalisht. Dhe quhet Casey Elesi. Casey Elesi, ja. Casey Elesi. Ndërkohë që ti fletëm po çek një herë. Vlla, në çdo derë dhe e di ku kandidonte apo jo? Në Babru dhe Paskuqan. Babru dhe Paskuqan. Po, 20 vjeçe, një vajzë simpatike, shumë mirë e artikuluar, kandidonte në Babru dhe Paskuqan. Arriti të krijoj aty skuadrës, unë kam parë një skuadër me 30 reja dhe çdo ditë kishte nga 2-3 albume që ajo ishte në çdo derë nga Kamza te Treshi, si i thon, deri në kufi me Tiranën. Pra i kishte lënë këto historitë me batuta, me mse thash, i kishte lënë këto trendet e TikTokut sepse e kishte kuptuar ose i kishin thënë që nuk mbledh vota. Dhe ishte çdo ditë me fletushka në dorë, derë më derë, duke takuar çdo nën, çdo të ri, çdo të re, Pra, diferenca e të bërit politik me TikTok dhe me Instagram, me trende, se s'dua të përmend emra njerëzish parëndësishëm, dhe puna në terren janë ajo që diferencojnë njëra tjetrën. Ajo vajza ishte gjithkohë në terren. Dhe po ti gjoje
po t'i gjoje fjalimet, mbante linjën editoriale të Partisë Socialiste, si ishte kandidatja. Po se s'ka kuptim mos të mbash linjën. Por kishte ndërtuar një fabul, thoshte, unë jam rritur me ndryshimin, thoshte. Kamza ka qenë kështu, është bërë kështu. Unaza e madhe na ka sjell këtu, ne kemi qenë më lart tërërë. Kishte ndërtuar një gjë të thjesht, pa shumë fjalë pompoze, nuk premtonte çuditëra, thoshte thjesht do jem deputetja juaj dhe kaq. Dhe njerëzit nuk kanë nevojë për kosi hahat apo pijet që të vinë të votojnë. Njerëzit kanë nevojë të të takojnë, o gash, ti e di. Të takojnë, të të kenë numrin e telefonit, t'i hapësh telefonin. Këta mendojnë që është kur ti futesh në një luftë, ti e di që generali para te është shumë i fortë, se ka ushtrim më të madhe. Patjetër. Është edhe më takticien, se është i sprovuar në betejë. Çunat ishin sa kishin ardhur, mendoj se merret pushtetit e votën mua dhe ty na kanë bërë 10 herë kryeministër me fjalë popullit, po të kërkojnë votën për atë zot, është shumë e vështirë, a kupton? Patjetër. Luftuan vetëm për të ngritur imazh. Po ti shikosh, ti ke marruar për ekspert komunikimi, vlla jot po bën një institut PR-i këtu, po e kam ndërtuar nga hiçi vet. Edhe më duhet tani me pas se kush ecën, kush nuk ecën, ti studiosh, ti bësh, ku kanë defektet, ku s'kan defektet, njëjtën gjë që bën ti. Unë kam dalë në një konkluzion, vlla. Këta kanë ardhur të kapim në një cop mishi nga kali i ngordur, vlla. Domethënë erdhën dhe vendosin veten e vet në pozicion të parë që dilte vet emër mbi emër, lëvizja këtij që të bëj ky një orë, jo partia. Qartë. Mungesa totale e modestisë dhe e frymës skuadrës. Unë kam tallur trapin me logon e PS-s, me Edin dhe PS në fund, sepse detyra ime ishte ta nxjija vlla, ku të kapë një defekt ta nxjija, se unë jam aq i sinqert sa ta them trosh tani pasi kam marrë lufta vlla, që e kam shkrepur për këtë lloj qëllimi, se jam në idealist, unë jam kundër idealeve vlla. Domethënë kam parime, po jo ideale. Edhe s'ke asgjë kundër askujt personal. As si lloj gjoje vlla, as edhe një lloj gjoje. As si lloj njeriu. Jo mos e duan të thonë se njerëzit edhe keq kuptojnë. As nuk më kanë bërë keq, as nuk u kanë bërë keq vlla. Jemi në një lojë të madhe. Ai është kryeministër, unë jam aspirant për të futur në politik, ti po ashtu, gjithë po bëjmë lojën tonë, kush është më i fortë, të ecim fund vlla. Atë bravo, një lloj reality show që gjithë po bëjnë lojën. Eksakt. Por vlla, ai ishte një mesazh që unë e kam kuptuar pas fushate. Që është skuadra, pastaj vjen individi. Te filozofia duhet të jetë individi. Po pasi e ke një skuadër, nëse unë do kisha skuadrën e Brazilit, të 82-shit, nga porta deri në sulm, të jenë topa tart, luaja vllati tani kush do fitoj topin e art, kush është më i zoti që dali për kryetar partie. Po kur neve jemi 12 vjet në kategori B, në një ndeshje të play-offit, neve ndeshemi me kategorinë e parë, dhe ata na thyen 83 me 50, Reali me Gramozin. Tani çapo aspironti, do me dal që jetë djalë që apo vajzë po del me foto. Nuk bën pra, nuk krijuan frymë skuadre dhe nuk krijuan perceptimin e të qenurit një lloj gjenerate e re e cila është e bashkuar ndryshe nga këta gazi me flamurin që një herë i thot ke vilen atje, pastaj i thot kjo është politike. Kjo është ideja vlla. Domethënë këtu nuk ngjit as lloj gjoje, sepse janë të njëjtët personazhe. Domethënë nuk mund ta anashkoloj unë dot vlla kur kam parë Gen Strazimirin pa dashur as lloj gjoje me atë personazhin e tij politik, s'kam as lloj gjoje personale, po kur e kam parë vetëm me sytë e mi, shnoja 275 vota aty kush po numron vlla. Po pra po. Ore për ty që je votues jo i djath ose jo i Berishës ose jo i PD-s, se ti mund të kesh hedhur votën, nuk e di, atë agron shehet vlla, unë s'kam pyetur ne për votën se vota është e shenjtë. A kupton, mbase ke qenë kundër Ramës dhe kundër Berishës në votim të XJ bashkë me zonjën. Dhe del bën lojën tënde kundër Berishës apo pro Ramës apo siç e bëj unë valla, kam drejtën unë, me ke drejtën edhe ti. Por e marrë e mira unë që jam votues vlla, i djath, se marr për ofendim valla, se ti qesh. Sa to filloi prap muli tash, e kupton? Molit njerë u shame këtë, tani janë po vlezër e gjithë. Kurse unë vlla që kam dhënë shpirtin në fushat, falas, qa do lëgjohet. 10.000 euro syri për 5 minuta, për 15 minuta. Dole afishimi. Stacioni i qeverisë në hije të opozitës, ministrisë opozitës, se fiks është ministria opozitës.
8 deri në 10.000 euro për 10 deri në 15 minuta. Gashin biznesin e vet, pa marrë një tull nga PD-ja ose nga PS-ja, vinte boja hajde vlla, fushat jemi kundër Ramës. Dhe ata që kanë ardhur majt këtu vlla, janë ndjer super të respektuar që nga Petro Koçi, që nga Arben Malaj, gjithashtu sepse nuk jemi vëllezër shqiptar vlla, pa shkak se kemi diferencime. Se si puna e shekullit 19, unë muslimanti katolik, hajde jemi armiqtesh, kot. Jo, drejt ke, por ki parasysh që tek Partia Demokratike, këta personazhe që thua ti, e kanë mbajtur në një farë mënyre, ti je dëshmitari në vetë parë, nuk kam çfarë do të them ty, këta janë në një farë mënyre pengmarrësit e vërtet. Vallai po valla. Për mendimin Kështu ka rezultuar. Dhe këta të rinjt, fatkeqësisht, unë kam patur debat me këta të rinj, kam patur një debat me Koplikun. Po, me tetin që kam qenë dhe unë aty. Po, ke qenë dhe ti, bravo. Dhe një debat me, si e ka ky që është shef kabineti i doktorit. Ishte kandidat ky, Akil Kraj. Akil Kraj. Me Koplikun, pavarësisht ballafaqimit, ishte ballafaqim, le të themi, deri diku profesional. Çuna është mirë. Po, që unë i thoja, ti ke thënë për doktorin, ti i thua doktorit ti e dielli ynë, ai thoshte jo si kam thënë, më ngacmoi herë më tha pse nuk futesh te deputeti që duam, unë i thash që s'jam për te deputeti që duam sepse vlej më shumë, u tregova modest, e të gjitha me radhë. Dhe më vjen Akili një natë tjetër te Çani, dhe më ka bërë shumë përshtypje, ai kishte ardhur sikur po shkon në ferr, se më the këtë mikpritjen. Dhe ndërkohë që Çani edhe unë po bënim një debat krejt etik, sepse nuk kishim asnjë interes të merreshim me Akilin. Absolutisht. Na u kthye dhe tha më keni bërë kurth. Pra unë aty kuptova që këta jetojnë një lloj paranoje. Që ka kurthe kudo dhe nga të vjen paranoja. Paranoja njerëzve ju vjen nga ambienti ku operojnë. Pra unë kuptova që ai brenda partisti, pavarësisht se është shef kabineti i doktorit, ai jeton në një situatë bipolariteti dhe është në paranojë gjithkohën që mos po ma fut ky, mos po ma fut ai, dhe erdhi aty ne po i bënim pyetjet krejt normale dhe ai e mori personale dhe u mërzit shumë, ndërkohë që ne po i bënim reklam pa para. Dhe kjo lloj kulture që kanë këta, që janë gjithkohën në paranojë, që mos po ma fut, unë e kuptoj se politika luftë është dhe duhet të jesh në kuptimin pak paranojak dhe të mendosh mos po e ha golin këtej më the thash, por jo gjithkohën. Dhe këta ishin një lloj paranoje, e kam vënë re, që edhe kur flisje jashtë, se mund t'i themi sa gjëra tani, por pa përmendur emra. Absolutisht. E kishin më shumë objektivin që të kapim sa deputet ne, sepse doktori s'do jetë gjithë jetën aty. Kupton? Domethënë duke u lut që Zoti të përshpejtoj dorën. Harrojnë që Sali Berisha është si shqiponj. Po ai e ka thënë, kur ka thënë jam Sali Berisha unë budallënj. Se ka besuar njeriu. Ai ja ka thënë Lulit, nuk ja ka thënë Ramës. Të s'kan kuptuar. Ja ka thënë vetëve, o budallënj. Se mos mendoni që keni Lulin kryetar. E kupton? Doktori ka godit nga dy anët. Se i vetmi po Rama e di shumë mirë që ai është Sali Berisha. Po. Se e ka vuajtur në surrat. Po. E ka vuajtur në çdo, e ka vuajtur me gjak e me votë. Bile se ka kalitur, Berisha ka kalitur, e ka bërë Ramën që Dhe Rama ka mësuar shumë nga eksaktësisht. Dhe Rama nga ato eksperienca është bërë ai që kemi sot. Këta nuk e kanë kuptuar që është Sali Berisha ai. E kupton? Kështu që në këtë kuptim, këta janë një lloj paranoje që nuk mundën të krijojnë identitetin e tyre, nuk mundën që se të doktori, ti jam i bindur, unë nuk e njoh personalisht, kam patur një herë një debat publik me të, ka shkuar shumë mirë. Është dashuri person, po ta takosh përballë. Nuk e kam takuar, por unë di një gjë, që duke njohur identitetin e tij politik, eksperiencën e tij, leximet e tij, karrierën e tij, unë jam i bindur që edhe Rama, jo vetëm doktori, të dy nuk e durojnë dot ignorancën që ta kenë aleate, mund ta përdorin sa duan si instrument, si mjet për të arritur qëllimin, por në qoftë se ti je potencial, të dy këta njerëz të afrojnë te vetja, të dy, në mënyrë pa diskutueshme. Problemi që kanë ata, dhe është normale, është që nuk mund të menaxhohet një familje aq e madhe. Në kuptimin që ja lën dorë, po ja fuskot tani gazit fierin ose flamurit ku diun se çfarë.
Dhe ata gjatë rrugës i hanë mollë mas shpine. Në kuptimin, pra ca mollë të mira që mund të ishin kandidat, Flamuri, fjala vjen, ose tjetër se s'duam t'i bijem qafë se dhe Flamurin unë e kam mik dhe respektoj se Flamuri, ndryshe nga ca tjera aty o gash, Flamuri për mua është ndër të vetmit, për të mos thënë i vetmi që unë i heq kapelen. Pse do thuash ti? Të paktën vlla, është i sinqert. Në qoftë se Jorida ka qenë as mish as peshk, në qoftë se Gazi ka qenë as mish as peshk dhe shumë tjerë, i vetmi që ka qenë të paktën i drejt për drejt dhe pasi lloj kompleksi që po unë jam me Sali Berishën dhe pik dhe ky është zoti për mua dhe pik, është Flamuri. E kupton? Në këtë kuptim unë i heq kapelen Flamurit, por nga ana tjetër Flamuri për të ruajtur këtë establishmentin, këtë status quo në drejtën e tij politike, mund të ketë bërë disa lëvizje të gabuara që mund të ketë larguar njerëz me potencial. Dhe e gjitha kjo ka sjellë një situatë në Partinë Demokratike për ta mbyllur këtë Partinë Demokratike që unë nuk e kuptoj më se cila është zgjidhja. Realisht. Domethënë, po të më thoje urdhëro Flogert 1 milion euro, bashkë me Gashin 2 milionë e gjys, bëni një strategji komunikimi se si t'i zbardhni faqen dhe të ndërtoni një narrativ që opozita të fillojë të riprojektohet dhe të rikonceptohet, të rishpik vetën syrin e opinionit publik. Unë nuk do kisha një instrument për ta bërë këtë. Domethënë, ose do thoja e di çfarë, po, kemi bomba nukleare, Kamza, nuk bëhet qytet si një qytet në Zvicër, i sistemuar ose si Parisi me 3 këndsha apo me rrathe me gjo. Pra, në këtë kuptim, Kamza e vetmja mënyrë si ta bësh është që ta zhbësh dhe ta bësh. Dhe këtë tani duhet zhbër dhe po këtu ka i problem. Këtu po hoqet doktorin, tu e ke azgjësuar Partinë Demokratike. Kështu që problemi është doktori, zgjidhja është doktori. Ai e ka eksperiencën politike gash që ta gjejë zgjidhjen. Kjo është Nyja Gordiane, jo. Doktori duhet të shkputet nga ambicia që e shoqëron gjatë gjithë jetës vet. Sepse edhe është e kushtëzuar nga jetesa që ka bërë. Ore më fal. Ti e ke ngrit këtë podcast me shpallët e tua. Po. Nuk ka ardhur njëri ty me të thonë gash sa duhen për këtë që baba parët se na ke bë 4 vjet mbështetje publike Ti e di që unë jam aq psikopat se nuk do ta pranoja sa. Pa kokër jo ta bënin ata gjestin ore. Të thonin që mua jon, po. Jo më të thonin o vlla, ne kemi 2-3 miq që financojnë Partinë Demokratike Felavien. Një financim i mirë do vi për ty që të mos e kesh zyrën 50, po ta kesh 450 metra katror dhe të bësh 10 emisione. E di nga më ka ardhur vlla. Nga miq, dashamirë, të cilët janë totalisht lidhur me Partinë Socialiste, që më kanë thonë neve mund ta japim dhuratë vlla. Po. E ke dhuratë nga unë, pa parti. E ke vlla, kam mundsinë me ta dhënë se je zë që duhet dëgjuar. Pra ti e ke bërë këtë tani. Njerëz nga që janë të lidhur ngushtisht në biznes me eksponent lart vlla të politikës. Tani ti vin pozita dhe jo opozita. Uji nuk sjellen, kanë lidhje ata me ujin. E di ti çfarë uji, s'do më e bëj reklama, kupton? Uji nuk sjellen. Kafe. Tani problemi është që ti e ke ngrit këtë gjë tani dhe e ke gjën tënde. Po. Tani të vi unë të të them ty, ky podcasti me Flogerti nuk heci shumë, ai tjetri me atë nuk heci shumë, ka rënë pak audienca, hik ti të vi ta bëj dikush tjetër. Jo më vlla, është podcasti yt. Kështu që unë këtu jam me doktorin o vlla. Jo më vlla, është partia e atit. Ai e ka krijuar. O vlla. Ai e ka mbajtur. A u shpall non grata ai zotria? Po. A e kishte luli partinë? Po. A nuk kishte vule gjë? Po. A ikën demokratët gjithë doktori? Po. Po ai është guru më vlla, nuk është kryetar normal. Ai është ata njerëz që ndjekin janë besimtarë. Shaman. Ai është shaman vlla, e ndjekin njerëzit. Bravo, janë besimtarë njerëzit që ndjekin. Në këtë kuptim, pse s'duhet të bëj asgjë ai? Ai ka partinë e tij vlla, dhe partia e tij sot merr gjys milioni votë. Merr 52 mandate. Le të dali kushdo që ka pretendime në Partinë Demokratike aty, me që kanë hallate këta, të dalin, ta që i dalin kundër, doktorit dhe të krijojnë partinë e tyre. Jo, doktori ik ti dhe na lër dhe thuaju ti aty në 500.000 njerëzve që të votojnë ty, që të na votojnë neve. Vlla, unë do ndjesha hipokrit, nëse sot do të thosha ik Sali Berisha, sepse unë 4 vjet unë e mbaj mend çfarë them vlla. Në 4 vjet kam thënë edhe në luftën midis
Sali Berishës edhe Bashës, që ka qenë shumë e egër me sa mbaj mend. Shumë e egër ka qenë. Po edhe kanë bërë tjerë, nuk e kanë bërë Bashë. Po, edhe u kam thënë jo vlla, merret me luftë. Patjetër. Edhe nuk i ndryshoj ata, nëse unë vlla e ndjej vetëm gatshëm që mund të mbush Sali Berishën, mund ta nxjerr Sali Berishën as partie, vetë tek ajo parti trokaz vlla dhe them ja ku jam mund tani sfidoj mbretin. Bravo. Por m'fal ti je profesor. Ke byth apo s'ke byth me bolla kjo? Ti një marrëdhënie ndërkombëtare, Pa. një diplomacinë edhe historinë gjithashtu. Më thuaj ti mua një rast që nga fillimet e njerëzimit, se po dëgjoja mikun ton Gjinishit që po fliste për historinë e Jeruzalemit. Çfarë ka ndodhur në Jeruzalem jetë mot në Jeruzalem ka ndodhur luftë. Ishte djeg një 3 herë madje, nga romakët e nga Mtheja nga Cash. Në këtë kuptim, ku ke parti që të vi dikush dhe të ta lëri gjë falas? Nuk ka. Të vetmen herë vlla është revolucioni i lavdishëm quhet midis Wilhelm Orangjit edhe Karlit të dytë të Anglisë, që vjen njëri mbret për në front edhe mbreti tjetër ikën që përshëndeten me një e vetmja herë. Po, pra, është përjashtimi që përforcon rregullin. Ky është përjashtim sepse ai e dinte se çfarë do t'i ndodhte si mbret, do t'i prisnin kokën siç ia pren babës vet. Kjo përforcon rregullin, pra është vetëm një. Dhe ishte strategji që do i ikë, do abdikoj që ta marr prap. Eksakt, po në çdo fushë, edhe në fushën e medias, më ja ku jemi ne këtu. Po 1 në 2000 vjet vlla. Ne jemi në luftë për audiencë. Po. Dhe ne këtu kemi miq në çdo media, por unë ajo që dua tani është që të kemi ne maksimumin e audiencës. Po. E kupton? Po, absolutisht. Pra, është e natyrshme. Tani çfarë pret ti që të thotë doktori, po t'jap 500.000 vota dhe bujru më jepi drejtim ti. Jo mër zotri. Munde. Dhe ata që sot Dogjani, Kalaja, Ali Mehmeti, se thash, ata po që kanë moral të bëjnë atë që po bëjnë, se kanë marrë vota, kanë treguar që kanë hallate. Po këta tjerët mirë bën që s'flasin ore, se po që e puna për tik, këta do t'ikin vetë parët. Se këta thonë humbi Sali Berisha, më fal. Po Gazi nuk humbi? Humbi Gazi, humbi Belindi, humbi gjithë. Humbi gjithë pra. Pra këta, për dalë tani pse këta nuk ja kërkojnë doktorit, po pse doktorit ja kërkojnë ikjen fituesit që kanë moral ta kërkojnë, sepse kanë vota dhe nuk ja kërkojnë këta, sepse këta duhet ikin bashkë me të, nëse bëhet fjalë për tik humbsit. Po. Se ke humbsi skuadër ti. Po. Se nuk i vjet faj Mesit, pse humbi Argentina. Po. Messi ka përgjegjësinë e tij, se nga i pritet shumë. Po ndoshta fal Mesit dolëm 2-1, se mund dilshim edhe 2-0. Fal golit. Pra, në këtë kuptim, këta janë futur në një lloj qorsokaku ku nuk kanë pse i kërkojnë doktorit fare tiki, doktori ka partinë e tij, këta tjerët që kanë marrë votat e tyre bëjnë mirë që e bëjnë luftën e tyre për treguar se nesër do kërkojnë prap vota dhe votuesi do i thotë Aulonit ore, votova ty ta mori votën ai në Shijak. Po si e shikon këtë vëlla? Si e shikon hapjen e kutive të Tiranës? Është fitim kohe nga opozita. Fitim kohe. Domethënë nuk mendon se mund të sjellin një ndryshim. Rezultati jo. E di kush është problemi vëlla? Çfarë mendoj unë? Unë mendoj që këta tipat që janë drejtues qargjesh të PD-s, i ka zënë tmerrje emocionale tani. Pse? Se u kanë dhënë komisionerëve që bëni çfarë doni, mbushni për mua se nuk del gjë, po edhe tash komisionerët do dalin pendito, se bëhet fjalë 1000 deri 1500 veta Bën burg vlla. Votat gash. Dhe më fal, do dali ajo që do relativizohet komplet skema e vjedhjes nga Rama, sepse do dali që këta kanë vjedhur njëri tjetrin. Domethënë ja kanë fut vetes vlla. Tani bravo. Tani shif çfarë ndodh. E para sa i përket rezultatit, rezultati në finale nuk ndryshon. Sepse të gjithë proces verbalet janë firmosur nga komisionerët e Partisë Demokratike, pra të bindur që ashtu ishte rezultati. Dhe e vetmja pikë ku mund të jenë bërë manovra janë votat për kandidatët. Aty. Tani, në këtë kuptim, çfarë mund të ndodhë është që në Tiranë ka një pretendim zonja Gjylameti. Më duket ka një diferencë të ngushtë me zonjën Olta Xhashi. Mund të jenë bërë gabime njerëzore, mund të jenë bërë ndere nga një komisioner, ja, fjala vjen mund të ndryshojë ose mund të mos ndryshojë vetëm kjo tek socialistët. Te Partia Demokratike mund të ndryshojë historia e Joridës me atë Ali Mehmetin. Po. Durrësi duhet parë. Po. Dogjani duhet parë sa do rritet. Të gjitha këto do bëjnë një gjë.
do delegjitimojnë të gjithë kauzën e opozitës që ka ngritur deri më sot që na ka vjedhur Rama. Se në rast se ty të ndryshon rënditja e kandidatëve tu, por jo numri mandateve, do thotë që ke bërë ti marifet të zgjedhjes dhe nuk ka bërë Rama. Unë nuk e di, ky është një autogol që ose ja kanë bërë ata të Kasit, doktorit, ose po ja bëjnë ata djemë të rinj, Franc Nuri me atë djalin tjetër. Nuk e di çfarë dore mund të jetë. Jo, është dora, ndoshta mund të jetë dora e drejtësisë vëlla. Do të thënë drejtësisë. Nuk mendon që për shembull këta djemt për shembull bëmi pak diabolik. Franc Nuri dhe ai Marash Logu, mos gabofsha, un kam respekt për të dy, janë djem shumë të mirë të përgatitur. Kush ka interes ta bëj këtë marifet që doktori të dali keq. Që do të thotë doktor, Rama ja ku e ke rezultatin nuk ndryshon numri, por prit se pas ke bërë farsë elektorale brenda kandidatëve tu. Tani kush ka interes brenda grupit Partisë Demokratike? Grupi Gazbardit do bëj. Që ti bëj dhe Marash Logu është i Gazbardit. Pse thot avokati Genz Gjokutaj që do ketë përballje, se s'dua ta citoj gabim, po thot do ketë përballje fizike me ata që duan t'ia fusin doktorit. Çfarë po luhet atë? Se unë nuk kam informacion për këtë. As unë jam që këtu ka një luftë që doktori del kundër dhe pastaj ndodh hapja. Ishte mbledhur Kasi, të dy votat e partive të mëdha i bllokuan rinumërimin, a kupton? Po. Ka ndodhur një problem tjetër vëlla, që nuk e kam parashikuar tek ai kodi elektoral. Që partitë aleate mund të kërkojnë, për shembull, unë jam i Aleancës Konservatore për Shqipërinë, tjetri Auloni është me ballin kombëtar më duket, a me ballin kombëtar me legalitetin. Me legalitetin, pra, Shptima Xhami i jep zotëria e nderuar që e përshëndesim. Jep firmën vëlla, ka drejtën ai, se është partia aleate. Po ta jep dhe Jeni Sheri. Ta jep edhe Jeni Sheri, ta jep edhe tjetri, Pra, këtë nuk përllogaritën. Ma bashkë, zotëria, që unë dalet se kam çik identitet. A ma futet i mua tani bllokove votot me Hajdutin, Ramën, për të nxjerr jashtë loje ankimimin tim. Po. Kalojmë te plani B, se ka 36 shkronja. Ka për herë. Ka 36 shkronja alfabeti. Ka vrima ligji për vakume sa dush. Po, ti dhe unë jam i legalitetit, duhet të numërohen votet e mia me kampionim. Do marrim kutit më të mëdha. Se kjo nuk do ndodhte nëse doktori ishte në pushtet, që të kuptohemi. Asnjëherë në botë. Auloni mund ta kërkonte, po ai legaliteti do merrte i drejtoria atje dhe nuk do ja jepte. Pa dashti bim qafës, mund t'ja jepte, po. Kush do që tjetër, partia X partia aleate merr të fut drejtori dhe thot vlla, tash për të mirën e kombit dhe të bashkimit kombëtar. Do qeverisim apo do merrem me çingramingra se t'ja vllai gjithë tjetër, do vinë zgjedhjet. Si thuhet për herë vlla. Si thuhet për herë. Pra, jemi në një fazë ti, miku im, që këtu ka vdekur shpresa fare. Sepse shpresa nuk e jep pushteti. Pushteti t'jep përgjegjësi. Pra, unë dua që Rama ta çojë Shqipërinë para, të shtroj rrugët, mos ketë mungesë uji, të rritë si Mirqania, sepse është votuar, e ka buxhetin. Shpresën e kam te opozita unë. Domethënë, gjithë gabimet që bën ky, që është në qeveri, që edhe unë po t'jem nesër kryeministër, do t'jesh i bindur ti dhe unë dhe Zoti i lartë do bëj gabime vëlla, se s'ke shanse mos bësh gabime. Edhe faje ndoshta, se nis për Titanic edhe të mbytet në udhimin e parë. Patjetër, jo çdo qëllim po. Po unë shpresën e kam te Flogerti që është opozitar, pra ti merr pikat e mia dhe del. Shpend Gaxhi ka bë kaq shpërndarje të gabuar, me për llogaritje vëlla. Nuk e pse të më thuash jam kriminal apo jo. Ku e diun se çka ka bë drejtori im aty drejt. Erdhi Petro Koçi këtu ja plasi për kadastrën tash. Zoti i madh tash, Petro pas ka kaluar me Saliun apo është akoma te Edi, se nuk ma hante mene që një socialist bënde autokritika, apo Erion Braçi, apo tjetër. Ka zëra valvula shkarkimi ku do vlla, se duhet opozita është koncept në shoqëri moderne. Se është për plasje mendimesh e teci para. Eksakt. Kinezi thoshte dy mendje, një ide geniale. Pikërisht pra, kurse këtu vlla është armiqësi e burr. Domethënë po i shikojmë njerëzit, je i majt, je armik. Ky është koncepti, mësolle diçka shumë interesante në shumë trajnime që unë kam bërë për komunikim, le të themi. Ajo që vihet theksi gjithmonë është që kur ndërton narrativën, tjetrin duhet ta shohim vetëm si kundërshtar, jo si armik. Ka raste shumë ekstreme që duhet shpikur armiku, është një koncept tjetër, për shembull është një film i jashtëzakonshëm
Brendi ynë është kriza, luan Sandra Bullock dhe dikush tjetër, zhvillojnë 2 strateg komunikimi amerikan fushatën për kandidat për president në Bolivi. Dhe në një moment kandidati im gjuhet nga militantët e tu me vezë. Dhe kandidati im e godet me grusht. Dhe u bë skandal. Kandidati për president godet me grusht një protestues. Aty u zgjua kjo strategje e komunikimit Sandra Bullock dhe ju thot stafit prit thot, brendi ynë është kriza. Qa, po tha. Ne tha, Bolivia tha ka disa armiq. Rrezikohet tha nga vendet huaja si filani dhe filani, rrezikohet nga kriza ekonomike, rrezikohet nga kjo, rrezikohet. Ne kemi shumë armiq përballë si shoqëri, si komb. Kështu që duhet i burri fort që ta thyn mes. Dhe këtë e kthyen në favor ata. Po krijohet armik imagjinar në këtë kuptim. Në momentin që ti tenton të mbjellësh një lloj, se nuk dua ta them se nuk e kanë çuar deri në atë pikë, por jo vllavrasje, por një shernaj që komshinjt njëri demokrat, tjetri socialist. Literalisht vllavrasje është. Ta shohin, jo, njerëzit kam kuptuar diçka. Unë vi nga fshati. Dhe në finale, në fshat atje ne, thot çfarë doj Saliu, thot çfarë doj Rama, e lëri më këta tjerët. Në finale, dulla im me të tatë atje, janë lindë rrit bashkë aty, edhe kur vjen puna që janë komisioner njëri të majtës tjetri të gjatës, e njohin gjithë fshatin, vjen fshati voton, edhe nuk bëjnë asnjë lloj se ata do vazhdojnë prap të jetojnë nesër aty, do mbjellin prap tokën, do vi unë ta marr plugun që edhe kalin ty që të punoj tokën time, do vi unë të të ndihmoj ty me kosit barin e me mbajt këtë me bë. Pra jetën e kanë të lidhur shqiptarët me njëri tjetrin, se ne jemi akoma një shoqëri që kemi lidhje të forta familjare, komunitare, më the tash, nuk kemi bërë akoma gjerman që nuk njeh komshiun se s'duat ja di fare kush është ai. E në këtë kuptim prap është një frymë negative që këta e trajtojnë njëri tjetrin si armik, patronazhisti është spiuni i këtij, më the thash, pra janë, nuk e di, është një tentativ komunikimi për të fryrë dhe për të karikuar militantët e tu, por në finale është ajo që the ti. Nuk mbjell shpresë që e the për ata djemë të rinj. Pra në vend për të krijuar alternativë dhe fushat pozitiviste pse duhet besuar gashje, më the thash, këta dalin dhe bëjnë Kali, Kosi, Leva, Iksi dhe nuk duhet jetë më Edi Rama. Zero alternativë. Më thënë, të thuash, nuk duhet jetë Edi Rama, është konstatim. Personal, preferencial. Unë thëmë e verda është ngjyrë e bukur, ti thua e verda është ngjyrë barku, kur të shkon barku. Ne themi dy të vërteta që kundërshtojnë njëra tjetrën, sepse është preferenciale. Por po të them që unë kam një model më të mirë se sa Rama, atëherë është propozim vlla. Eksakt. Ta janë, Rama është i keq. Po mua më thua ti merr lejë ndërtimi nga njerëzit e Ramës, më del mua atje në mejdan dhe thua Rama kriminal, ndërkohë që unë flogerti, bulthi X, Y, vuajmë qerate shtrenjta edhe taksimin 5 herë, ti më thu mu? E di kush ka qenë dekonspiruesi më i madh i politikës shqiptare? Kush? Big Brother. Sa? Plago, shive pak me syrin kritik. Në Big Brother, vetë banorët aty, ose produksioni, i fusin një lloj konflikti, ose hynë vetë në konflikt dhe në debat, për të marrë vëmendje. Pra, një video e famshme e jotja është kur ke debatuar me dikë te Ora News mos gabofsha që i e kthyer ku diun se çfarë. Ose një video imja X është kur kam bërë një debat fort me ku diun me Nard Ndokën. Futja kot. Pra njerëzit e kanë fjalën që duan të shohin përplasje. Duan të shohin debat, duan të shohin intrige, më the thash. Dhe çfarë ka ndodhur? Duke parë Big Brotherin shqiptarët. Ndoshta kjo është një plan djallëzor i Edi Ramës dhe i Top Channel-it që kanë bërë Big Brotherin që shqiptarët ta kuptojnë si funksionon dhe politika dhe ta kuptojnë që nuk ka një gjë personale doktori me Ramën, është lojë. Pra aty shaheshin, griheshin, thereshin me një tjetrin
Dhe në fund kur dilin nga dera ose kur dilin që mbaronte Big Brother, thoshte gjë, çfarë ishte brenda, si kalçeto që shkojmë ne, shahemi, zihemi dhe ja lëm fushës pastaj. Si ishte loji. Edhe kjo punë e Big Brotherit, hyn aty, theren me njëri tjetrin, i thon fjalën e fundit dhe në fund nuk ka ndodhur asgjë, ishte thjesht një show. Një ëndër e keqe. Dhe shqiptarët kanë parë këtë, ore prit, thon, doktori i thot Ramës fjalën e fundit. Kur vjen puna te reforma zgjedhore, te amnistia penale, te lejet e ndërtimit, voton një lloj si Rama. Dhe ka një mas, po mashallah të madhe shqiptarësh, që thonë këta janë bashkë. Dhe dikush janë për shembull masa më e madhe që është e demonstruar, janë ata që votuan partitë e reja, 220.000 paktën e kanë treguar me votë që mendojnë që këta janë votë, që janë bashkë. Që këta, ky establishment është bashkë. Dhe prandaj them që Big Brotheri, pra mënyra se si funksionon ajo loja atje, është një farë mënyrë, një pasqyrë se si funksionon politika këtu. Këtu dhe ndoshta globalisht, se menduam ne që erdhi Trumpi dhe do i luaj fen me Elon Muskun, Sorosin dhe më the tash. Janë bërë miq për vdekje ata, ndërkohë që ai që ka themeluar fondacionin Soros është ministër Thesari në SBA që e ka emëruar. Pra, këtu nuk ka si gjë të përjetshme. Këtu siç e the ti në finale nuk jemi armiq, jemi vëllezër, jemi shqiptar, jemi më the tash. Fjala vjen jemi kundërshtar, po në finale po na u bën mbar punojmë. Dhe në këtë kuptim politika këtu te ne ka treguar që është një lloj Big Brother i madh, ku gazi me që po flasim për opozitën i thot doktorit vrasës, një lloj siç i thot dhe Taulant Balla, dhe shkon prapë te doktori. Dhe kjo pastaj e bën atë pjesën e pabesueshme dhe Gashi pastaj që del e thot ca të vërteta në një moment dhe bën opozitë në një moment tjetër, po marr ty vetëm si shembull për të mos marrë asnjë emër tjetër, Gashi lihet vetëm. Sepse ata janë bashk pas një lloj ekuivoku kur vjen puna tek vendi i punës që është deputeti, te struktura. Ka vetëm një problem që ta përmbledhim, ka një problem që nuk u duhet shumë i zgjuar. Edhe nuk u duhesh shumë rebel. Një nga kritikat që unë kam marrë në mas nga miqtë mit në PD, që ma kanë thënë me këshillim, është po ti u Gashi çik rebel. Domethënë e mirë kuptoj. Ta thash edhe unë te kafja për diçka tjetër. Po, e mirë kuptoj vllai që mos jesh rebel te Partia Socialiste, se ashtu është strukturimi, është hierarkia. Po, është parti disiplinuar. Po në Parti Demokratike që të djathët duhet bëjnë debate me njëri tjetrin, shikohet si minus rebelizmi, po kjo është kulmi o vlla. Dgjoj, po eksperienca e atyre që kanë menduar ndryshe në Partinë Demokratike është e hidhur. Shumë e hidhur. Shumë e hidhur. Disa raste dhe fatale. Kështu që në këtë rast ata që të kanë dhënë këtë këshillën, të paskan dash, se për shembull në Partinë Socialiste i ka ndodhur Nanos Gjoma. I ka ndodhur Ramës, LMN-ja lëvizje për mendim ndryshe, Ben Blushi, ndjerja Andi Sarasani në 2009 pas zgjedhjeve Gjoma. Po si ka gjetë gjë, ata prapë kanë qenë në Partinë Socialiste. Dhe Rama maksimumi që ju ka bërë për shembull, ku diun, po të marr Blushi, kur Blushi ishte u nda praktikisht, thjesht nuk u mor me të. E injoroi totalisht. Përse është parti më e madhe. Ndryshe nga doktori që merreshe me Bashën dhe bënte nene Basha që sot i bien kokës, Rama thjesht injoronte dhe thoshte mos flisni fare për këtë. Janë dy qasje që, por në Partinë Demokratike ka një gjë që është e padiskutueshme. Ka, dhe ti e di më mirë se unë, gra dhe vajza, burra dhe djem që janë pa diskutim mundësi fantastike për ta ringritur atë parti. Po. Ka vlla, po janë të vrarë në shpresë. Pra është 12, se ne marrim Gash po ka 12 vjet apo. O Flogert, nuk u çuan buk komisionerëve, o Flogert. Merreshin me Gashin pse na doli Gashi na diskreditoi neve tani që s'po na vjen Gashi në linjë që neve na ka masakruar Rama. Se thua ti këtu janë post zgjedhje 34 vjet model vlla, ka ardhur Amerika duke marrë çnime për neve që të dal Gashi tani me paturpsi më të madhe, them edhe një herë Rama na vodhi. Dhe dalun Rama vodhi, shpifje shpendi 50 vetan duke votuar ligjet e Ramës. Po nga vaje vlla se semi budallën. Dakor, po këtë lloj sjellje nuk e kanë se janë jo humanore. Këta e kanë nga sikleti. Jo, nuk e kanë, ata nuk pierdin fare vlla.
të shikojnë si mjet. Po je mjet vëlla, je mjet që mund shtrydhesh, një herë nduhesh, një herë 4 vjet nduhesh, të gënjej, të bëj mandatin deputetit. Kjo i bën inteligjent. Kjo i bën inteligjent, po i bën dështak në politik, se shikon si po bëhet 16 vjet për herë të parë në histori, pas 34 viteve, ka kaluar 4 mandate rresht. Është ka thyer rekord drama vëlla. Që ti treti, jo, e di kur është bërë historia. Te i treti. Historia është bërë në 2017, te i dyti, që doli vetëm në proporcional. Ishte hera e parë që një parti fitonte dhe ka një dhënë interesante në fakt po t'ju hedhësh sy zgjedhjeve nga 92-shi deri më sot. Partia Demokratike ka fituar vetëm një herë zgjedhjet në Shqipëri dhe janë ato të vitit 92 të ndrimit të sistemit. Po. Ajo është plebiscitare antikomuniste vëlla. Në çdo palhiqe 96-ën. Po, në të 96-a nuk vetëm ajo. Në 2005-ën vot kombëtare Partia Demokratike ka qenë poshtë. Po të marrë PSLSI-a se ishte tjetër. Në 2009-ën po ashtu, në 2013-ën po ashtu, në 2017 pra këto qytetar, kjo republik, ky popull këtu është i majt. Për 1 milion arsye, kryesisht është i majt ndoshta për shkak të historisë së shkuarës sistemit e ku diun se çfarë, por është pak më shumë se 50% i majt. Problemi është që këtu doktorit nuk është se i kanë munguar të majtët në gjirin e tij. Se në kuptimin ideologjik, po ta shohësh ti. Është më i majt se Sarama. Bravo. Është më i majt se Sarama. Bravo. Edhe programi i këtyre zgjedhjeve ishte bravo, ishte solidar, ishte social, ishte më se thash. Social pra i majt. Po i majt pra. Pra në këtë kuptim ku është problemi që nuk e ka përcen dot që të marrë këto vota dhe ti fusin xhep. Ku është problemi? Hajde, domethënë, tani që kanë mbaruar zgjedhjet, ju japim këshilla pa para. Kush është problemi? Dhe për mua problemi është vetëm një. Është oferta politike e njerëzve. Në qoftë se ti njerëzit nuk i gjen njerëz që shkojnë dhe rrafin terrenin, un kam parë djem në Tiranë që kanë bërë fushat Arnold Karriçi, e ku diun kanë bërë fushat, po ishin në terren më zotri. Morën nga 2-3 vota, nuk kanë si, po i kanë votat e tyre. Ndërsa shihje se si Albana Vokshi nuk doli një ditë në rrugë. Josefina Topalli, më fal, se mund të jetë doktor dhe profesor i respektuar, Tritan Shehu, monument në Gjirokastër. Monument në Gjirokastër. Domethënë, nuk e kuptoj pse kush e ndrydh doktorin, kush është ai njeriu ose ajo ide e çmendur në kokën e tij që e ndalon të bëjë një rifreskim real të Partisë Demokratike. Sepse për herë të parë në vet që uli nivelin e kontrollit e hëngrit. Xhaxhi Basha u përpoq ta kafshonte me kicat e veta, sa i s'ka dhëm, ka kica. Dakor. Edhe duke ju referuar asajt ka thënë më mirë saj besnik këtu mos më dalin gazra. Duke referuar ti te paranoja Akil Kraja, kupton Akil Kraja që është askushi në Partinë Demokratike në raport me Berishën. Paranoja e frikshme ore. Imagjino ç'a paranoja duhet të ketë një njerëz që ka 34 vjet në pushtet vëlla. E vërtetë është. Vetëm kaq mendoj. E vërtetë është. Domethënë ai thot Gashi, Flogerti, këta e mina me sahatë o zotritët. E ka jetën përpara. Me i dal Gashit në një gjë para që të mos në vej në linjë, po më hodhi si puna lopës, më hodhi qumshin. Më mirë e kam X-in aty thot, po operandor. Po, sepse del një karizmatik që të merr në qafë. Po të merr në qafë të hedh. Po thënë. Më fal, ç'at bëri nuk është një karizmatik i madh, ka bëri fushat. Kush? Për mua një fushat në kuptimin e komunikimit, ndërtoi brand, ndërtoi mesazh, për mua ka bërë një fushat shumë të mirë. Ky më Agroni. Agron she. Pra një fushat në dukje po them, një fushat shumë të mirë. Dhe ky zotria ka fshoi një 50.000 vota, 40.000 vota, e kupton? Po nuk futet te karizmatikët. Në këndvështrimin tim bravo. Ne kena pas emision. Nuk futet te karizmatikët, te njerëzit populistë që e tërbon masën, që janë nxjerr ato të kuqen demit edhe demi të vjen nga mbrapa, dhe ai ka fshoi 10% praktikisht të votave që mori doktori. 10%. Imagjino me dal një dem që ka një diçka, na mungojnë dhe legët, na mungojnë dhe njohet me jashtë. Duhet të kesh është gamë gjërë. Duhet të kesh njohje ndërkombëtare vëlla, të
kontaktet fuqishme që lobojnë për ty në Parlament Evropian, në Senat, në Kongres, përmendet lakojt emri, duhet të kesh edhe financime të pastra vëlla, se ka çuna miliardera me djersh balli që e kanë bë miliona, se s'kan milionat vetëm me drogë siç e konceptojnë neve, që të vinë ta ndjekin kauzën, janë filantrop, që ta çosh për para. Por unë për t'i vendosur kapak vëlla, unë kam bindje, dhe besoj se neve do jemi bashkëqyrus në politikën e të ardhmes, se jemi njëti brez, neve do na lirohet, po ditën ta kapëm, a kupton se mund të jemi edhe në deficient që dalim jashtë rruga. Po prezumojmë të dash zoti ma do jemi aty. Vlla, duhet patjetër me ngrit legalizimin e korrupsionit. Pse legalizimin e korrupsionit? I ke para ato videot me ato afrikanët? Korrupsioni është i mirë. Po normale ama. Po vetëm mund tha. Vlla, e di pse është korrupsioni, pse po them legalizimin thonjse e korrupsionit. Unë mendoj vlla se një ministër me 3 milionë gjys lek rrogë vlla, nuk ka fare përgjegjësi që të mbaj gjithë bilancet e shtetit kur shikoj 500 milionë euro tender apo 1 miliard euro tender që e kanë firmë, kur merr 3 milion 3.000 euro qelbura vlla. Se njeri është, jo është. Është njeri vlla, tash 3 milion lek ti merr si drejtori DHL-s, mund të marrësh 7. Po ti je me eksperiencë të gjitha. Pra punë private, 7.000 euro është logjistika gjitha me radhë. Ai ka buxhetin e gjithë shtetit. Kanë 50.000 veta ndërvarje. Du t'i japësh një rrogë thua ti që mos i bëj përshtypje sa është shifra që firmos. Li Kuan Yew o vlla. Nëna duhet një Li Kuan Yew, shoku. Sa e do rrogën zë drejt, po privilegjet e gjitha, tradhtim paralelisht me rritjen e rrogës, nga 3.000 euro t'ja çosh 25.000 euro, apo 500.000 euro në vit, apo 1 milion euro në vit vlla deputetit. Çoja për 4 vjet 4 milion euro. Paralelisht ndërhyet në unanimisht edhe në kodin penal. 1 cent më shumë të kapësh me 1 cent tradhtim kombëtare vlla. Shikojti si dalin këtu. I ikin të gjitha legët se më mirë t'i japësh 1 milion euro një personi në vit dhe të investojnë 99% llogarit firot që mund të ketë humbje, një rrugë apo një urë, se sa të mbash me 3 milion lek, ky të vjeti 30 milion euro, tenderi është 25, ky futet e 5 milion nga tenderi tjetër valla. E drejtë është e drejtë, po ki parasysh që kjo gash bëhet edhe ndryshe. Kjo bëhet kjo është një zgjidhje pragmatiste e jotja në kushtet që mentaliteti është i pandryshueshëm. Jam dakord dhe instinkti njerëzor është i tillë, se joshet njeriu. Mos bëjmë si virgjëresha sepse unë se kemi pa 1 milion euro bashkë në vëzë me pas 1 milion euro bashkë bëhen si dollarë ku ti unë si reagoj. Jam virgjëresh vetëm në shenjë horoskopi, jo në po, kështu që por thelbi është që ore këtu ka një mundësi, fal mediave të reja, fal këtij projekti që ke nis ti e kështu me radhë, ka një mundësi dhe është treguar në zgjedhjet e fundit që njerëzit të dalin dhe të besojnë tek liderat të rinj. Ka mundësi. Se nuk është budalla Edi Rama, po as Sali Berisha për shembull, që fusin në lista njerëz të rinj sepse thithin çdo lloj target grupi në komunitete të ndryshme. Për shembull dhe unë, Ilir Ali Mehmetin, në listë të hapur do e lija. Se është kal puna e... Bravo, se doja pia gjakun në kuptimin elektoral të fjalës për të maksimizuar votën. Por sigurisht do lija Belindin listë hapur, Flamunin listë hapur, e gjithë takuajt në listë hapur. Dhe këtu taktikisht Rama e bëri ndryshe. Në këtë kuptim, pse fitoi Rama? Fitoi Rama sepse arriti të fusi të ngjashëm thonjza për komunitetet ndryshme, të ngjashëm me Adriatikun edhe këta tjerët në listat e tij. Pse nuk fitoi doktori dhe vetëm Tirana arriti që të bëj ta ruaj sepse i futi 2-3, pra një, le të themi, ku diun se kishte të tjerë që ishin interesant, por Grigelsi ishte interesant. Ky Ali Mehmeti ishte interesant. Ali Mehmeti sa dhe Grigelsi nuk më duk fare interesant. Jo, ishte interesant në kuptimin që mori ca vota dhe bëri fushat të vetën, në kuptimin bëri fushat. E kuptoj se kam tek ta që s'bëjnë fare fushat më burr. Dhe në këtë kuptim, unë them që kjo që thua ti bëhet ndryshe ore. Ka njerëz plot në këtë vend që duan thjesht të shohin një gjë të re. Po jo një gjë të re, se dhe këtu pas e bijem një ngërsh tjetër, se ne jemi një vend që ecën gjysmetri grop prap. Këtu kjo e reja jo, nuk u bë dot bashkë, tregoj që janë të vjetër. Ka shan njëri tjetri tash. Na fikën. Ka plas Arlindi kundër Adriatikut. Po e di. Sherr vlla. E di. Pashi Sken Teçani
për herë të parë pas kaq shumë kohësh, domethënë kam qesh çani që më duke vete si Prometeu, a kupton? Adriatiku i lidhur në linit tikis, po jo ti do ikësh. E pe edhe? Sa është ne të dy që e njohim çanin valla. E dim edhe nivelin e sarkazmës tij, si vetë menja ti si mund ta para përfityrojë ai atë gjën. Është të mërshme valla. Kulti i individit. Ore Adriatiku për mua dhe për ty ka respekt, se ka treguar që ka respekt. Kemi gjë kundër tikut neve si shok, është mik i tjetër gjë të rjetën. Si politikan vlla, humbi dy gjona, direkt që në partenc. E para nuk ditë të organizohesh, bëhesh lider. Ai e lider vlla, lideri i bashkëkombëve të armiqt. Po. Është detyra e atij ta bëj, vetëm e atij. Flogert Muça, ti nuk më do, unë nuk të dua vlla. Neve nuk do ikim nga kjo dhoma, unë e ha Chelsea pa gjetur një konsensus bashk. Do vinë të tëra picat ushqime derisa as te gruaja nuk do shkosh vlla pa të mua pontu. E ka bërë vetëm e ka bërë vetëm Mojsiu vlla. E mbylli. Derën generali pra se. Generali. 97 vjeç është. Hodhi Chelsea, ai vaf 150 ka përjetuar, ai ka përjetuar vdekje vlla, se i ka vdek. Po. Pjella, Rameti pa shpirti. Ai po vlla e ka të rënd. Ati vaf 150 vjeç, po ai ka përjetuar. Ai ka bërë akt shtetari. Ai është burr shtetat vlla. Hidha vlla Chelsea, i thua ti nuk më do, nuk të dua, më rren të urren, ne do të dalim nga kjo dhomë vetëm pas. E ka bërë dikush tjetër. Kush? Edi Rama. Me Lul Bashën. Po, ata folën për 17 maj, s'ka rëndësi vlla. Ditën e nuk kemi për dal, tha, po pra, nuk kemi për dal, tha, pa e zgjidhën. Luli mori drejtorat edhe ca ministra, Rama majti pushtetin prap dhe e mbyllën. Kur do më vish prap vlla? Tani e mora vesh. E dua live vlla. Tani e mora vesh që un jam 1.8 kilometra larg. Po. Kështu që një zile edhe kur të doj zemra, po vetëm me një kusht. Po. Se ne mund të flasim pa pushim për shumë gjëra. Po të lutem më fto kur të kemi gjëra për të fol. Normale. Të mos flasim, të mos bëjmë sikur i dim gjitha. Normal, ti e di mentalitetin tim. Këtu ka për herë gjëra për të folur. Marr vllai, domethënë të flasim tani të japim mend kohë tash. Edhe i gjë për Adriatikun se deshe harrova. Ore, është i vetmi politikan në historinë e Shqipërisë që sa ka hyrë në politik ka shkel premtimin e parë elektoral që ka bërë. Kjo është. Premtimi i parë ishte që nëse marrë deputet nuk do jem unë ai. Se nuk është lider vëlla. Dhe akti i parë që bën është që e shkel. 2-3 njerëz kishe mundësi të kontaktonte. Për me maksimizu 220.000 vota do ishe 22 mandate vëlla. Agronin, kushdo qoftë Agroni, çdo lloj karakteri qoftë Agroni, më të tash Arlindi, kushdo qoftë Arlindi dhe Redi Muçi, ti mbashkonte këta, hajde aty. Edhe këta shehin me shok dhe këta i kishte. Ndajemi rrugës. Unë po të bëj premtim tjetër atëherë për faktin kur do mvish. Unë po të them vetëm do vi sa herë të më thuash, dhe po të them që unë nuk jam ai Adriatik Lape. Vlla, ti jemi pritur se në shtëpinë tate këtu. Faleminderit. Sa duash, inshallah po na ndodh ndonjë gjë me këto politikanët që të bëjmë çik sarkazëm, se ti e di që këtu nuk është formati që debatojmë me njëri tjetrin, tu plotsojmë njëri tjetrin. Eksakt. Shpresoj që të kem fonde dhe buxhet që sadopak të hapim një rubrik bashk, po dhe ti mos të vish se në fund ditës je familjar vlla. Unë jam kundër këtyre gjërave falas. Dakord jam, po ki parasysh që sa gjëra që bëhen me qef është një lloj shpagimi që jo, po është dakord. Ajo është plus vlla. E vjen akoma me më shumë qef, më beso. Dakord, po bëhet një punë që bëhet me qef e sjell vetët që thuat. Po e bëre pa qef, kemi mundësi me bë vlla këtu te ky medium i modest me bë një super mega BBC të vogël. BBC-n e bëjnë mendimet jo metrat katror. Pikërisht pra. Një majt, një djathtë që komplementojnë njëri tjetrin dhe jo shajnë njëri tjetrin. Kundërshtar por jo armiq. Kemi mundësi me donte vajzës tate që kisha zemrën model që kur shikoj se më kanë ndodhur gjithë ato herë thonë, "Ore çka kontributi ke ti?" Edhe bul them mandi, tha një gjë të bukur e shkruajti aty. Tha një personazh publik ka gjithmonë kontribut, sepse thot bëu si ai xhaxhi ose mos u bëj si ai xhaxhi. Eksakt. Kështu që të dashur miq, dini vetë va. Jemi shqiptar. Pastaj, duhet na 200 vjet që neve të ndajemi midis të majtës dhe të djathtës.
në 200 vjet tjera. Deri atëherë duhet të mësojmë që si të bëhemi komb, se nuk e dim akoma se çfarë është kombi në thelb, e dim vetëm teorikisht. Nga unë dhe nga Flogert Muça, natë e mirë, na shikoni, e dini videove, subscribe. Dhe merrni në një gjë këtu te Autodino në makinë se e keni 15% ulje po përmendet gashin. Dhe te ringu odorin, që e hodhe çik parfumin vëlla? Hiç çik parfum se e ket mirë. E ke anti-alergjik vëlla, këtë t'jap unë garanci. Forhim që nga? Po forhim. Këtu edhe një blet që kemi me kushte shtëpie. Kemi kushte shtëpie. Natën!